Stella, unë jam i shqetësuar për Brandonin. Po të ecim kështu në për errësirë nuk do të arrim asgjë, më kupton? Si pranoi Brandoni të martohej me atë princeshën përbindësh? Ata vinë nga dy botë ndryshme. Është një dashuri e ndaluar. E ndaluar, po ashtu është. Jam shumë i sigurt që Brandoni po shtiret vetëm e vetëm për të mbrojtur Stellën. Po, pra Stella, unë po mpijem, nuk mund të ndalojmë për një sekond. Hej, a mendon se më dëgjoj? Ma lër mua të merrem me këtë. O Stella? Jo, nuk do të ndalojmë, as për një sekond. E po gjyshi Fahrenheit thoshte gjithmonë, nuk e pse të ndërrosh vaj kur motori shpunon. Shiko Stella, nëse bie në errësirë dhe thyen këmbën, unë s'do të marr ty në krah. Në këtë rast, po marr elektrikun e dorës. Fata more, ti paske më të çmendurën. Por është dashuri, nuk mund ta kuptosh. Shpresoj që Stella dhe të tjerët të vinë sa më shpejt këtu. La 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 tu 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 tu. Madhëria juaj, i fejuar juaj është këtu. Mirë, lëreni me mua tani. Kam besim se gjithçka po shkon mirë për martesën. Ne po bëjmë gjithçka që është e mundur, madhëria juaj, por ka një vonesë të vogël. Samir. Ndoshta nuk u tregova e qartë. Pres që gjithçka të jetë e përsosur në fund fare. S'mund t'ju a shpjegoj ç'do të ndodhë nëse diçka shkon keq. Më kuptuat? Po, madhëri. Më vjen keq madhëria juaj. U mërzita shumë që martesa jon po vonon. Çfarë? Jo, nuk doja të... Pse të presim për martesën? Më puf! Jo. Shikojni këta kristale. Ata po ndriçojnë të gjithë shpellën. Hej, shiko këtu. Është e mrekullueshme. Shiko, ka të tjerë më tutje. Me siguri këto janë kristale nga nën toka. Duhet të jemi duke u afruar. Çfarë mendon ti, Leila? Leila? Stella ka të drejtë. Le të vazhdojmë. Djema, ja ku jemi. Kjo është nën toka? Kjo është qesharake, herën tjetër erdha nga ana tjetër e qytetit. E po, të paktën jemi këtu. Ki kujdes, dikush është duke ardhur. Se lëkurë e keq vjen me probleme. Iku më në fund. Mirë, shkojmë të gjejmë Brandonin, por mos psheratini. Forca! Ejani! Unë i poshtë! Nuk do të afrohemi dot kur. Duhet i tërheqim vëmendjen. Po kërkon për këtë? Stella! Nxito, të gjithë brenda, tani!
E Jani! Mos bëni shurm. Stella, po çfarë ke? Po filloj të hutohem përsëri nga magji. Jemi të sigurt. Në rregull, rruga është e lirë. Natë e ditë, vetëm këta bëjmë. Këtej rrotull nuk ndodh asnjë gjë ndonjëherë. Jo? Shiko, pa fluturojnë enët. Por enë dhe filxhanet, ti vetëm për këto gjëra di të flasësh. Mendo se janë enët e tua. Vërtet? Ti ndjekim. Azat! Çdo piksi për veten e vet. Questa amore, non mi parete, mi urla, basta che gli premella. Shpit, letarit të tjerë tani. Drejt lëres, më ndesh në bisi. Kujdes, rruga është e cumuar. Rruga? Atje ku po shkojmë nuk kemi nevojë për rrugë. Ja ku janë? Pixi! Ja ku janë? Ej, voglush, po ty ç'të ka ndodhur? Shkaj, kujdes! Vete kërkove. Dhe tani do të t'jap një mësim. Lum, kanë të tjera atje! Forca! Më shpejt, po na arrim! Dhe kush je ti? Unë jam përpindëshime I mërzitur. Nëse pilën frutash me stomakun bosh, do të djeg pastaj. E dashur. Dashuri? Dashuri duhet të jetë e lumtur dhe jo e mërzitur. Ishte shkruar te kristalet që ne duhet të martoheshim. Kristalet? Ajo s'më do më. Ajo kush? Ajo kush? Princesha. Oh! Hej, kam atë që duhet për ty. Ja, ku e ke? A nuk ka erë të mirë? Ceremonia është duke filluar tani. Me sa duket mbreti se ka lexuar letrën time të apelit. 107! 107! Je shumë I lezetshëm. Nuk do t'ishe kaq I gëzuar po ta dije se ç'po heq unë. 107! Nuk kam marrë asnjë avokat, nuk mora një telefonat. S'mund të më dënojnë me një martesë të tillë. Po ti nuk kupton asgjë apo jo? 107! Duhet të gjej një mënyrë për t'ia mbathur që këtu, po ky vend është plot me roje.
100. Zoti Brandon, kam për ju lajme të mira. O mrekulli, duhet të kenë lexuar letrën time. Do të shoqëroheni në altar nga mbretëresha Foeda. Ju prezantoj madhërinë e saj. Vajza ime kishte të drejtë. Ti nuk je një përbindësh, por një dhëndër shumë i pashëm. Pra je gati për 107 hapat që duhet të bësh? 100 çfarë? E 7. Pasi të largohesh nga kjo dhomë, ja 107 hapa deri tek altari. Një hap për çdo cilësi të mirë. E po, pse ka që zymt? Gëzau! Në fund të fundit martesa është për gjithë jetën. Bëhu gati, zemër. Por nuk mund. 107. Hey, gati për të filluar numërimin? Kjo s'mund t'jetë duke ndodhur. Ku po shkojmë? Nuk dua ta shikoj. Mua as nuk më ftua në dasëm. Prit, kujdes. Qetësi. Atje. Shiko. A mendon se princeshës do t'i pëlqejë buqeta? Nuk është fare në rregull. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Dalini të dalim. Ndim, është në një aty. 17, 18... Ndim, në ndimoni kush është aty, ndim. Po vjerra dhe e tyre. Ata do martojnë me zonjat e oborit. O, jo. Zonja dhe zotrin, princesha Amendia dhe mbreti Enverus. Kjo ishte. E hëngra. S'kam për ta parë kur diellin. Vazhdoni shpejt! Dhëndri ka humbur ndjenjat. Po pse nuk luftojnë kundër tyre? Nuk kemi kohë! Brendani të martojnë! Vazhdoni të vraponi! Shpejt, Mertorito, duhet jetë tu afër. Po ajo çfarë ishte? Vraponi! Wow! Të dashur miq, ka ardhur momenti ta bekojmë këtë bashkim. Pas kanë vënë shumë roje. S'do të mundem kur të aratisem. E nëse ka njëri që kundërshton këtë martesë, ju lutem flisni me mbretin Enverus. Dhëndri ka 107 virtyte, tani ka ardhur momenti për dhuratat e shenjta që do t'i jepen nuses. Ku jeni shok? Po! Ne prisnim pak entuziazëm, por mos harro të sillesh mirë. Ai shpërthim nuk ishte aksident. Ata janë këtu. Dhëndri e dha miratimin e tij. Por unë Tani do të dëgjojmë princeshën Amendia. Amendia, pranon ta marrësh Brandonin si burin tënd? Po, pranoj. Nxitoni djema. Dy dhuratat e shenjta të princeshës Amendia, lulet e pjellorisë dhe unaza e martesës. Ku janë ata? Ja, ku janë? Jo.
mos. Na lëshoni! Brandon! Stella! Shwanot këtu! Disa të burgosur madhëria juaj. Oh, Stella! Jepi, mendoj për diçka, duhet ta ndalojmë këtë ceremoni martese. Shojni ato vajza në përqeli dhe rihini pak. Jo, ata janë njerëzit e mi. O, vërtet? Nëse është kështu, ata mund të shikojnë. Po të t'i ruaj, mama. S'mund të kesh besim të njerëzit e dhëndrit. Gjithë këto bezdisje për anësjerë. Vazhdoni. Brandon! Jo! Këto uraza përfaqësojnë vulljen e dashurisë midis nuses dhe dhëndrit. Brandon, Por në fillim bekimi i pjellërisë. mund të më lësh kështu. Stella, të lutem më fal. Pranoje këtë dhuratë dhe ndoshta do të bekoheni me shumë fëmijë. Janë të përsosura. Mrekulli, dhe pas të mbajnë erë të mirë. Hej, vajza, ajo lulja roz më duket e njohur. O, Zot! Madhëria juaj, çfarë keni? Më duket sikur dashuria në zemrën time është shumë fishuar me miliona herë. Ku është dashuria ime? Çfarë ke, vajz, mos është një shaka? I fejuari yt është këtu. Kush ka? Kush është ai? Pa shikoj pak, si mund të dua një krijes kaq të shpifur? Forca, mos ke turp, ajo duhet të të shikoj me një herë. Burim, ku është burim? Ja, ku është? Princesh! Su si dashurim! Aza! I dashur, ja ku jam! Princesh! Pa! Sponsu! Unë e dua të përbindesh! Pa shiko. Kjo është martesje o ngjarje sportive. Hej, i thiri mendjes, s'ke qenë kurrë i dashuruar ti. Hej, Brandon, duke shumë mirë. Ke lindur për të veshur një kostum Nuk martese. guxo ta thuash këtë. As për shaka. Ej, po ti kush je? Unë jam amore, piksi dashurisë. I'm crazy for you. The stars and the moon will guide all the. I'm crazy for you. It's gonna be with me tonight. You and me. It's gonna be with me tonight. I'm crazy for you. Gjithçka përfundoi mirë. Gjithçka faldeja, amore. Ej, Brandon, si është puna me këto shishet me lëng? Janë dhurat nga sponsusi. Ai u ndje keq se më vodhi grua. Ky është lëngu më i mirë këtu në tokë. Mere. Dhe pa hatër mbetje? Më vjen vërtet keq për të. Nuk ka për të shpëtuar kur nga kthetrat e asaj përbindësi. Kjo është parajsa. Në pjesën e ardhshme të klubit të Wingsave, Blumi dhe të tjerët do kthehen Alfea bashkë me Piksat, por atje i pret një kërcënim i rrezikshëm, edhe një surprizë tjetër. Një mësues i ri dhe i pashëm vjen në shkollën e tyre.